Prandaj mund të them që ne jemi të bindur që SBA, inteligjenca e saj dhe partnerëve të saj i ka analizuar me kujdes në kohë reale të gjitha angazhimet edhe Rusisë, edhe Kinës dhe bllokut kundër rendit të qetësisë në zonë, me qëllimin e vetëm që të sjell paqen për gjithmonë atë pjesë. Ne dimë që shtetet me të cilat SBA ka marrëdhënie, siç përmenda më parë, janë ata që rrezikohen më shumë dhe të gjitha prerrat që deri më tani janë drejtuar kundrejt vendeve të tjera jashtë Iranit janë vendet e Xhirit, përkatësisht vendet e pasura Kuvajti, Katari, Emiratet Otomani, Arabia Saudite, por jo edhe shtetet me të cilat sadokudo Rusia ka një lloj bashkëpunimi deri diku. Ne kemi kuptuar që ka pasur në disa rakete në drejtim të Irakut, por në fakt ato janë drejtuar vetëm në ambasadën amerikane dhe në asnjë mënyrë në lokacione civile siç ka ndodhur në vende të tjera, posa që është në Emiratet ku janë goditur edhe kurtët. Prandaj në këtë rast ne shohim që këto vende do të vlesin të rrezikuar dhe për pak javë derisa SBA-ja dhe partnerët e saj në vazhdimsi perimetrin e rrezikut po e zhvogojnë dhe besoj që brenda maksimumi 2 javësh do ta sjellin rrezikun apo perimetrin e zhvillimeve brenda të kufeve të Iranit.